just a moment. As regard to Europe, lidhur me pyetjen tuaj për Europën, në Shqipëri ka dy Europa. Një Europë që censurohet dhe tjetra që manipulohet dhe deformohet. E vërteta është Europa që censurohet në Shqipëri. Këtë javë ka folur për Shqipërinë më fuqishëm se kur në njëherë në 32 vite dhe ndofta më fuqishëm se për çdo vend tjetër në 32 vite. Kjo Europë, në Këshillin e Europës, në një kohë krejtësisht të pazakontë, mbajti dy seanca me dy grupet kryesore parlamentare, në të cilat ajo u informuar dhe debatoi për narkoshtetin në Shqipëri, për Edi Ramën, si një arbik të pluralizmit që arreston kundërshtarët e tij politik, që burgos kundërshtarët e tij politik dhe që shtron zgjedhjet në farsë elektorale. Kjo Europë, nga mediat e mëdha të kontrolluara nga qeveria, u censuruat plotësisht. Por e vërteta është që kjo Europë, që ta dini ju, në vizitën e tij në Këshill të Europës, drejtuesit e këtij institucioni do më informonin se ata Edi Ramës i anulluan darkën zyrtare të planifikuar për nder të tij. Akt që nuk kishte ndodhur ndonjëherë në historinë e atij institucioni. Darkën i anulluan dhe i anulluan për shkak të keqsjelljeve të tij, për shkak se aty ai nuk përmbajti veten dhe demonstroi se cili ishte. Por nuk është e tëra kjo. Pas anullimit darkës, duket se ky kishte mbledhur grupet kriminale shqiptare nëpër Europë dhe pas anullimit të darkës, me qindra mesazhe kërcënimi shkuan drejt drejtuesve të Këshillit të Europës. Kjo është Europa që u censurua, por jo vetëm kaq. Në qoftë se kjo ndodhi ditën e hënë, ditën e martë ndodhi një ngjarje tjetër, madhore, për Shqipërinë në Komision në Punëve të Jashtme të Sigurisë Parlamentit Evropian. Seanca në Komision në Punëve të Jashtme dhe të Sigurisë, që është komisioni qendror i Parlamentit Evropian, ishte një seancë ku mirnin pjesë deputetët të gjitha grupeve parlamentare. Dhe në këtë seancë kushtuar, jemi realist, në tërësi zgjedhjeve në Shqipëria, zgjedhjeve në Shqipëri, këtyre zgjedhjeve, çka është edhe kjo tepër e pazakontë, sepse normalisht në këtë fushat nuk ndërmidhen aktivitetet tilla. Në këtë seancë
që përsëri është Evropa e censuruar, por ju siguroj se ai komision është komisioni vendimarrës më i rëndësishëm i Bashkimit Evropian, parlamentar, u paraqitën qoftë nga ekspert, qoftë nga anëtarë të komisionit, situata dramatike e Shqipërisë. U paraqitë me vërtetësi Edi Rama një lloj narkodiktatori që nuk respekton parlamentin, nuk respekton vendimet e gjykatës kushtetuese, nuk respekton votën e lirë të shqiptarëve. U paraqitën me vërtetësi të madhe qëndrimi i tij ndaj pluralizmit dhe kundërshtarëve politik. Pra i dashur, vërtet ka patur ndonjë deklaratë tek këtu, të cilat edhe ato i ka manipuluar Edi Rama, sepse nëse marrim deklaratën e fundit të dy komisionerëve, që të dyja e bën të qartë se nuk mund të ketë nuk mund të ketë integrim pa reforma të thella të cilat Edi Rama kur nuk i bën. Edi Rama bën fasad, mirë po fasada e Edi Ramës mori fund ditën e hënë dhe ditën e mërkurë në dy institucionet themelore të demokracisë europiane dhe të bashkimit europian dhe të politikës europiane. Kështu që ju, do të thënë, nuk duhet përpiqemi që ta tejkalojmë censurën. Edhe kjo, unë e thash në Këshillin e Europës, akti i mbylljes së TikTokut është akti i Habitullahut të Kabulit. Dhe sqarova dhe një gjë. Mos e merrni për të thjesht se jati i tij në vitin 1988 me 10 vjetor firmosi varjen litar të një poeti, disident, guzimtar, vetëm se shkrojti vargje për fjalën e lirë, shkrojti vargje për frymën e Helsinkit, kurse ky tani varën e litar TikTokun sepse trit e përdorin shumë dhe kritikojnë, e tallin ose e qortojnë. Ndaj dhe është bërë një punë e madhe, nuk i tejkalon dot kurrë me banalitetet e tij Edi Rama, por ishte bërë famzi. Ai mund të them për ta mbyll, ai ishte tashmë i vetmi kryeministër në historinë e Europës që i kishin anulluar darkën zyrtare sikur të përfaqësonte Enver Hoxhën apo Ghedafin.